Skema kombëtare e subvencioneve për bujqësi në Shqipëri ka dështuar ndër vite të krijojë stabilitet dhe rritje të qëndrueshme për fermerët, që nga viti 2022 fondet janë luhatur ndjeshëm, rreth 39 milion euro në 2022-shin, një rënje në 2023-shin me 26,5 milion euro, rreth 32 milion euro në 2024 dhe 33 milion euro në 2025, ndërsa për vitin 2026 parashikohen rreth 53 milion euro. Kemi diskutuar për të vendosur për të rinj dhe të rejat nga 18 vjeç deri në 35 vjeç mundësinë që ne të japim nga 7 deri në 10.000 euro, po shikojmë me financat për të diskutuar mbështetjen financiare për të përllogaritur çdo të rinj dhe të re që hap një biznes kryesisht në blek të ri. Megjithatë, fermerët shprehen se me 10.000 euro nuk ndërtohet një fermë funksionale pasi infrastruktura bazë kërkon shumë fishin e kësaj shume. Fondi skemës për 2025-ën ishte i pamjaftueshëm për të siguruar mbështetje për çdo fermer. Pagesat kanë qenë kryesisht fikse dhe jo të strukturuara, sipas modelit europian për hektar, duke lënë mbështetjen reale relativisht të ulët. Rreth 112 milion euro të planifikuara nga i parë 3 mbetën të bllokuara, duke kufizuar investimet në makineri, agropërpunim dhe modernizim fermash, megjithse ministri Salla premtoi se fondet do hapen brenda pak kohësh. Ekspertët e sigurisë ushqimore theksojnë se pa adresim të përgjegjësive për abuzimet e mëparshme, hapja i parë 3 mbetet e pasigurt. Krahasuar me rajonin, diferenca mbetet e thellë. Serbia alokon 500 milion euro në vit bashkë me fondet e i parë, Maqedonia e Veriut 150 deri në 200 milion euro, Kosova 80 deri në 100 milion euro, ndërsa mesatarja e Bashkimit Evropian arrin në 200 deri në 300 euro për hektar. Shqipëria mbetet me buxhetin më të ulët bujqësor në rajon dhe me mbështetje disa herë më të vogël për hektar se Bashkimi Evropian.